Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga tavat e mia të preferuarat. Jam e bindur që pasi ta provoni, do të bëhet edhe preferuara juaj. Është një kombinim që të shijon në çdo stin dhe përgatitet shumë lehtë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë kam shtuar 200 gram djath të thërmuar. Unë kam zgjedhur djath të bardhë, por mund të zgjidhni çfarëdo lloj djathi që dëshironi. 100 gram proshut, rigon, hudhër dhe 2-3 lugë vaj ulliri. Masën do ta përzijem shumë mirë. Për krip nuk ka nevojë pasi djathi ka mjaftueshëm. Pasi masën e kemi gati, specave të kuqe, unë nuk kam hequr faren dhe bishtin, specat janë pak të mëdha, pra mund të mbushen lehtë, mund të zgjidhni çfarëdo lloj spece që ju dëshironi. Unë kam zgjedhur të kuqe pasi djali im i pëlqen shumë specat e kuqe, por sigurisht që mund të përdorni edhe speca jeshile ose speca për mbushje. I vendosim në tavën e pjekjes. Ndërkohë në një tjetër enë do shtojmë 4-5 patate të prera në copa mesatare, rigon, krip dhe spec të kuq të ëmbël, 2-3 lugë vaj ulliri, do t'i përzijem shumë mirë në mënyrë që të marinohen mirë me njëra tjetrën. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Patatet do t'i vendosim në hapësirat mes specave duke hapur mirë me lugë ose me ndihmën e duarve si të jetë më e thjeshtë për ju. Do shtojmë gjysmë gote ujë, pak vaj mbi speca në mënyrë që të mos digjen dhe i pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jenë gati. Gjatë pjekjes, nëse keni dëshirë, mund t'i ktheni specat në anën tjetër në mënyrë që të piqen shumë mirë. Dhe nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Ky është rezultati pas pjekjes. Nuk e keni idenë se çfarë arome dhe shije fantastike që kanë. Provojeni dhe shijojeni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.